Edhe një person I cili kishte funksion të rëndësishëm në parti, po largohet nga Aleanca për Shqiptarët e Taravarit. Sekretari organizativ Gada Vuzairi njoftoi se rruga e tij me Aleancën për Shqiptarët ka përfunduar. Largimin nga partia Vuzairi njoftoi përmes një statusi në Facebook. Një falënderim I veçantë shkon për mikun dhe shokun tim Arben Taravari, edhe pse shpesh nuk kemi qenë dakord për vendime të caktuara, besimi dhe respekti reciprok nuk na është lohatur kurrë. Rruga ime në Aleancë përfundon këtu, por shpirti dhe zemra ime do të mbeten gjithmonë pjesë e kësaj lëvizjeje. Më herët, nga ky subjekt u largua edhe sekretari I përgjithshëm Blerant Ramadani, I cili në njoftimin e tij informoi se në mbledhjen e fundit të kryesisë kishte votuar kundër dorëheqjes kolektive. Në qëndrimin e tij, sepse po ikin njerëzit, Taravari për televizionin 21 tha: Gaddafi ishte në kuvend dhe aty kërkoi që të pauzoj një periudhë me aktivitetet politike, por me zemër dhe shpirt vazhdon të mbetet me Aleancën për Shqiptarët, përndryshe përditshmërisht na bashkangjiten edhe plot kuadro dhe njerëz të rinj, të cilët duhet të jenë bartës të aktiviteteve të ardhshme të Aleancës për Shqiptarët. Aleanca për Shqiptarët njihet si generatori I kuadrove të mira politike, kështu do të vazhdojmë edhe në të ardhmen. Ndryshe të dielën më 15 janar e gjithë kryesia e Aleancës për Shqiptarët dorëzoi dorëheqje me qëllim që, siç tha Taravari, të fillohet riorganizimi I partisë dhe në progres të ketë kryesi të re, duke I dhënë hapësirë gjeneratës së re.